Shqiptarja do të luajë sot një ndeshje shumë të rëndësishme për objektivin që ka për një kualifikim në botror, ku shëzind do të përballen me Serbinë në Leskovac, aty ku vetëm fitoria do të bënte punë për kuqezind, ndërkohë që çdo rezultat tjetër thuajse shuan ëndrat tona për një vend në botror. Silvinjo ka zhvilluar dje seancën e fundit stërvitore, megjithatë ka ende pak dilema sa i përket formacionit që do të hedhë në fushë. Në port mbetet titullar Strakosha, i cili do të ketë në mbrojtje Hysaj nga e majta e Mitaj nga e djathta, teksa në qendër do të jetë dyshja Ajeti Gjimshiti. Në mesfush, Silvinjo ka preferuar të ulë në stol Ramadanin dhe vendin e tij pritet azër Qazim Laçi, i cili do të rreshtohet së bashku me Sheun dhe Aslanin. Daku do të udhëheq sulmin në Leskovac, i ndihmuar nga Broja në të djathtë, dhe me shumë mundësi Uzuni do të jetë titullar nga e majta. Për këtë pozitë ka një balotazh mes Berapasit dhe Nedim Bajramit, megjithatë Uzuni është më i avantazhuar, duke pasur parasysh edhe formën jo të mirë sportive që është duke kaluar Nedim Bajrami. Gazetari i njohur Dritan Shako Hoxha ka përjetuar një tjetër eksperiencë të keqe në Serbi pas asaj që ndodhi 11 vite më parë në stadiumin e Partizanit të Beogradit. Ai sot ka udhëtuar sërish drejt kryeqytetit serb për të qenë nesër në stadium për ndeshjen e kombëtares, ndërsa është ndaluar në aeroport së bashku me kolegë të tjerë nga Shqipëria, duke i mbajtur aty për afro 3 orë pa ju dhënë asnjë shpjegim zyrtar. Shako Hoxha konfirmoi për mediat se janë mbajtur nga policia serbe shumë gjatë në aeroport. Ishte sërish një situatë absurde. Më morën pasaportën mua dhe disa kolegëve të tjerë nga Shqipëria dhe nuk na jepnin asnjë shpjegim. Më pas pash emrin tim, atë të Arlin Sadikut dhe disa komentatorëve të tjerë nga Shqipëria që ishin aty dhe na kishin futur në një lloj liste të çuditshme. Na pyesnin vazhdimisht se për çfarë kishim shkuar në Beograd, largoheshin, vinin prap, pyesnin, iknin prap, një marrëzie pafund, derisa në fund na lejuan të largoheshim, tha Shako Hoxha. Më pas gazetari u pyet nëse do të jetë nesër në stadium dhe tha se do të shkojë aty, nëse serbët nuk bëjnë sërish çmendurin ndaj gazetarëve shqiptar. Ndërsa gazetari sportiv Ervin Baku ka treguar një version interesant të ngjarjes. Ai tha se gazetarët shqiptar kishin shkuar me një makinë me targa maqedonase për të shmangur të tilla incidente, ndërsa Baku pretendoi se vetë ai kishte shkuar me makinë me targa shqiptare, madje edhe u ngriti zërin serbëve që më pas i lanë kolegët e tij të kalonin. Jemi mbajtur rreth 40 minuta pa asnjë lloj arsye, na është kontrolluar makina nga A-ja te Z-ja, ndoshta aty na ka ndihmuar edhe qenia si antar të shoqatës ndërkombëtare të shtypit sportiv, ndërkohë 4 kolegët tanë i gjetëm aty dhe kishin 2 orë 30 minuta aty. Kur mbërritëm në doganën serbe, gjetëm 4 gazetarë me një makinë me targa maqedonase, ndoshta sepse nuk donin të kishin probleme gjatë rrugës. Ne vendosëm të vini me targa shqiptare. Me mbërritjen tonë në dogan, kolegët kishin 2 orë 30 minuta dhe i lëshuan pas 10 minuta që ishim ne aty. Unë ju ngrita zërin, ata na kontrolluan makinën, sikur ne të ishim njerëz ordiner. Nuk e kapëm dot konferencën e Silvinjos. Policia na ka në monitorim, na monitoron çdo lëvizje. Ata thonë që për sigurinë tuaj duhet të jemi kështu, shpreh gazetari Ervin Baku. Vetëm një ditë para ndeshjes Serbi-Shqipëri, policia serbe ka shoqëruar gazetarin dhe komentatorin shqiptar Dritan Shako Hoxha. Shoqërimi në polici vjen vetëm 24 orë para duelit mes dy kombëtarëve dhe besohet se mund të ketë lidhje edhe me ngjarjet e ndeshjes së vitit 2014 kur Shako Hoxha ishte pjesë e komentit nga Beogradi. Gazetari është kontrolluar disa herë gjatë mbërritjes në Serbi, përfshirë edhe kontrollin e çorapeve të tij, të cilat rezultuan të lara. Pas këtyre kontrolleve Shako Hoxha është liruar dhe ka deklaruar publikisht: "Unë do të shkoj ta shikoj ndeshjen, veprimet e qëllimshme dhe të papërgjegjshme janë këto, asgjë më shumë se kaq." Raportohet se policia serbe ka përgatitur lista me emra duke përfshirë gazetar, komentator dhe personalitete të cilëve mund t'u ndalojnë hyrjen në stadium. Situata gjithashtu ka ngritur shqetësime për të drejtat e lirisë së medias dhe ndjekjen e ndeshjes nga tifozët shqiptar. Ndërkohë mësohen dhe emra të tjerë nga delegacioni shqiptar që do të jenë të pranishëm në ndeshjen me Serbisë dhe Shqipërisë, e cila do të luhet mbrëmjen e së shtunës në stadiumin Dubocica në Leskovc. Kjo ndeshje është e rëndësishme për kuqezinjt pasi vetëm një fitore do të lindë të hapur mundësinë për kualifikimin historik përmes play-offit. Megjithatë, kjo nuk është vetëm arsye. Rivaliteti historik me serbët e bën këtë ndeshje jo vetëm të rëndësishme për të fituar, por rrit shqetësimet për provokime nga pala serbe. Kështu autoritetet aty kanë marrë masa që në stadiumin në Leskovac, pasi është vendosën
nga Beogradi të hyjnë tifoz të kontrolluar rreptësisht, të paktën kështu pretendojnë deri më tani organizatorët. Megjithatë, në stadium do të ketë edhe shqiptar, përveç stafit të ngushtë të kombëtares dhe FSHF-s. Një delegacion shqiptar me politikan, njerëz të sportit dhe të tjerë ndodhet aty. Mes tyre është edhe deputeti dhe ish ministri Tauland Balla, tashmë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, si dhe presidenti i Vllaznisë Alban Xhaferi. Këtë e zbuloi gazetari Tami Kona në një komunikim live me gazetaren Dafina Hysa në emisionin Breaking.